Nuk është në rregull që një ministër të përmend emra të prokurorëve dhe gjykatësve. Kështu është shprehur kryetari i Këshillit të Prokurorëve Bashkim Besimi, referuar deklaratës së djeshme të ministrit të Drejtësisë Igor Filkov, i cili përmendi emrat e prokurorit dhe gjykatësit që saktuan paraburgim shtëpiak për Artan Grupin. Ndërsa për thirrjet e Filkovit që për rastin arrestit shtëpiak Këshilli i Prokurorëve dhe gjykatësve të thirrin seancë urgjente për të kërkuar përgjegjësi eventuale, Besimi u shpreh se për këtë çështje kompetente është Prokuroria e Lartë dhe ajo republikane. Dëgjova nga mediat për thirrjet e emrave, por kompetencat e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publik janë ndryshe. Pra, ne mund të debatojmë për këtë, por këtë vendos Prokuroria e Lartë dhe ajo republikane, pra këtu ka hierarki. Për reagimet e politikanëve për rastin e paraburgimit shtëpiak të grupit ka reaguar edhe shoqata e prokurorëve publik. Ajo bën thirrje të gjitha partive politike dhe funksionarëve që ta respektojnë dhe mos ta rrezikojnë parimin e ndarjes së pushteteve dhe të përmbahen nga retorika publike me të cilën e shkelin pavarësinë e prokurorëve në vendimarrje. Ditët e fundit jemi dëshmitar të deklaratave të papërgjegjshme me të cilat disa politikanë selektojnë dhe emërojnë prokurorët publik, duke i komentuar vendimet e tyre pa u njohur me lëndën konkrete dhe provat. Kjo retorik duhet të ndalojë dhe institucionet tjera të lejojnë prokurorët që të bëjnë punën e tyre pa ndërprerje. Ministri i Drejtësisë Igor Filkov një ditë më parë kërkoi sqarim nga prokurori publik Daniel Kocev, shefi i prokurorisë Anel Fidovski dhe nga gjykatësi i procedurës paraprake Marin Stanevski për saktimin e paraburgimit për ish-zëvendës kryeministrin Artan Grupin, duke thënë se përgjegjësia për këtë vendim duhet të caktohet me emër dhe mbiemër. Ndërsa Këshilli Gjyqësor dhe të prokurorëve ju bëri thirrje që të caktojnë seancë urgjente dhe ta shqyrtojnë këtë rast si dhe të vërtetojnë nëse ka bazë për përgjegjësi tek gjykatësi dhe prokurori. Pas dorëzimit të Artan Grupit në kufi pasi paraprakisht u arratis, pak pasi prokuroria hapi lëndë për mashtrimin në lotarinë shtetërore ku ai është njëri nga të dyshuarit dhe pasi njëjti ishte vendosur në listën e zezë amerikane në ndyshimin për korrupsion, për grupin u caktua masa arresti shtëpiak, edhe pse për të ishte caktuar paraburgim në mungesë. Këtë vendim prokuroria e arsyetoi duke thënë se informacionet e MPB-s dhe ASK-s thoshin se grupi nuk ishte i sigurt në burgun e Shutkës.